këtë shtunë po e fillojmë me një bisedë në studio, me një artist me një stil të veçantë, i cili e kohëve të fundit na ka sjellë projekte shumë të dashura bashkë me mua në studio. Arber Saliu, Arber, mirë se erdhe, shumë kënaqësi. Faleminderit shumë, kënaqësi edhe për mua. Si po ecën këto ditë për ty, po besoj që je duke i shiju këto projektet e fundit, a? Po, është interesant kur mledhesh si artist edhe nuk të lanson sanën një kohë edhe pastaj veç mledhen sanët edhe janë nisë me lansu, është ndjenjë veçantë se puna cilën ne ki dediku shumë një kohë të madhe për to, ma në fund po del edhe po shijohet për publikut edhe tash është super, tash veç mund është me shiju me kësyrë që njerëz të pranojnë punën edhe kënaqësi e madhe. Të regove që pas një kohë kur nuk lanson, po ndërkohë po besoj që ke qenë të umar me këtë pjesën se çka me sjell, nuk ke qenë larg muzikës, apo jo? Jo, asëse larg muzikës jo, po do më thonë vitin e kaluam kom pas tepër shumë lansime, ku e kom lansu edhe albumin, kom qitë shumë singla, edhe ka njëherë po vim veç me hinë shpel, edhe mu përmledh, edhe me u lidh me vetën ma mirë, në mënyrë që me mujt me kriju diçka që adin edhe me rafinu me gjetë një stil, me gjetë një zo autentik që apo dhe më thonë me projektin e arshëm, edhe krej 2025 dhe më thonë kongët mija s'kom pas lansime, po që tash janë mledhe dhe janë të dojnë kejt një mas një, kështë që... Ta manë është koha tash me ilqu gjitha randa? Qa është të dyja, po. Po, sa e ke shiju këtë pjesën e lansimit të albumit, pastaj edhe projekteve tjera që vërmende që ka qenë ndoshta më aktiv në atë kohë? Ke mujtë ndoshta me marrë një feedback, se të kanë qenë ato komentet në atë kohë, për shkak që njihesh për një stil më unik, themi? Po, në që një kohë, do më thonë, jam bo 2-13 vjetë që jam aktiv, po viti i kaluam ka qenë një kulminacion i veprimtarisë, sidomos prej që kom fillu si solo artist, si Lafazoni, ku ka dalë në mars 2025 të albumi Specie Turshi. Ka qenë, kena pas një koncert shumë të madh në Kino Armat me 50 muzikanta, me një kër shumë të madh kori nuk arina, të i lujtë këngët e mija. S'po di, gjithmonë është kënaqësi e madhe me lansu sana për publikun. Unë e kom një fanbazë shumë të vlefshme, njerë që ma dojnë muzikën që për një me e kuptojnë që ka jem të bu edhe që jem të dashtë në bu edhe është për mu në deri madhë me shërby muzikë për ta. Po në përgjithësi, nëse shikojmë kështu si shoqëri në Kosovë, në Shqipëri, kuptohet se çka dëshiron ndoshta me përçu një mesazh Arbri përmes projekteve ti? E kanë letë ta kapin atë pelmin temi? S'ti që më thonë. Si unë qaj që isha qitë që e analizoj se të sanë, unë e veç e bëj temën, e lansoj. Besoj që adin është natyrisht, nuk jena qaq popullat e madhe që flasim Shqip, jena 8-9 milion krejt botën, edhe natyrisht që kur vjen punat të subzhanret edhe të subkulturat, numrat janë më të vogla se sa me në vende si Amerika, Anglia, që ka 100 miliona njerëz. Megjithatë, unë jam shumë i kënaqur me çaq sa njerëz më ngojnë muzikën. E di që kom një impakt në çato që bëj. Edhe definitivisht ka shumë njerëz që janë aktivisht të u marrë me muzikën temë edhe unë e bëj qatë temën, qatë që më buhet mu, në asë një moment nuk njëna në presion me dhez, mos me dhez. Kështu që s'po di, unë e bëj temën, tjertë në të analizojnë, a ka, a s'ka, që ju shoj, që ka sa. Kështu që tregove që me këtë pjesën e muzikës në mënyrë aktive, mire që 2-13 vite ka qenë, ndoshta muzika gjithmonë pjesë e jetës tënde? Me një mënyrë po, do më thonë vlau jam i madh Genci, Gen Saliu, ajo është 10 vjetë më i madh se unë, për që kom lind, a i ka qenë involvum profesionalisht në muzikë, ka pas instrumente gjithmonë, për që i kom 0 vjetë, gitare, piano, tupana, më jam mësu me lujt gitarën shumë i vogël, kom kompozu këngë për që i kom 5-6 vjetë, po nuk e kom ditë gjithmonë që du mu marrë me muzikë profesionalisht. Do më thonë, kur kom qenë shkollë të mesme,
kom qenë dyshime a du më marrë me muzika jo, edhe ma ne kom vendos me studiu ekonomi në fakultet, kështu që kom shku në Holland, 3 vjetë kom studiu ekonomi, po edhe pse kom përfundu ekonomin aty, gjitha kom di që muzika është se që dona me bo, edhe jam marrë edhe në atë kohë me muzikë, kom ushtru shumë, me këndu, me performu, me mësu me prodhu muzikë në studio. Edhe ma ndej, kur i kom kry studimet që atëherë, do më thonë vitin 2012, jom këthy në Kosovë edhe prej që atëherë non-stop jom profesionalisht u marrë me muzikë. Po e shojmë që ta shkove të fundit, po besej që edhe e ke shiju lansimin e klipit më të ri, A je mirë. Sa të ka dash nështë sa je detajist në përgjithësi sa i përket lansimit të një projekte? Je një person që analizon shumë edhe sa i përket videoklipive për shkak që zakonisht janë më unike, teksteve, muzikës? Po një sen që ka nashta e bën ma unik rastin tonë që shprodhojmë muzikë është që realisht kejtë muzikën e bojmë veç vetë. Edhe videoklipin e boj veç unë edhe dashura jam, kështu që krejt produktet që ka shihën me shumë pak përjashtime që dikush mundet më në ndimun diqka, jena maksimum 2 persona për se cilin detaj që e punojnë. Kështu që kjo sen e bën ma unik në sensin që jena në kontrol të se cili detaj që mundet më pa ose mund dëgju në projektet tona, se cili element është totalisht vendimi jonë. Mirë po qka e bën nashta kjo sen jo që ashtë letë është se merë shumë ma shumë kohë për mu prodhu, se në vend se merë shpërnda punën, neve na vjen mu marrë me se cilin detaj, dhe më thonë tash, se më thonë, kompozimi, me shkrujt teksti, me bu prodhimin, me incizu, mandej miksimi, masterimi, mandej janis me i gjiru videoklipin, dosh me dalë, mi bu gjirimet, kur i bojnë gjirimet, e buj montajën, mas montajës, vynë me këqyrë me abu në gjyrosje në videoklipit, mandej mu marrë me krejt aspektet e promovimit, ju me i ndonë klipet shkurta, ju me i përshtat në formate për Instagram, për TikTok, me se cilin element til e kena sistemin e punës që kena qef më konë në kontrol totale, edhe nuk ja delegoj njerëz e tjerë që është sa një mirë, po edhe sa një keq. Kështu që në qëtë aspekt, po del që jena shumë detajista, edhe një projekt në merë kohë shumë ma shumë, se që ju merë artistave tjerë, cilët e marrin një bit për një producenti, shkojnë studio dikujt e incizojnë, e pagujnë një kompanit videove për mi bu videoklipet, e pagujnë një kompanit distribuimit për mi o shpërnda, kështu që na jena kështu definicioni i artistit që thonë independent, të pavarën, edhe kejtë sanet i bojnë vetë, me fuqi tona, me kapacitetet tona, edhe që kësan shihët së në fund që a vepër artistike e ka një personalitet që vjen totalisht prej neve. Mundemi ta mangë kështu ndështa me pa karakterin tipare të arbrit në një videoklip, në një projekt të ti? Po, pasi që gjithë shka bëhet kështu në detaje nga jo vetëm. Po, e vërtet, jep. Po pasaj kjo koha në studio, sa ndështa të premton në përgjithësi, në përditshmëri, sa kalon kohë në studio për me punu një këngë ashtu si çdo të? Merë shumë kohë, unë kom studion në banesën teme, kom një home studio, edhe që aty jam gjysa e ditës më shkon që aty të provu sene, të testu muzikë, të këqyrë qëfar këngë për përshtatët. Merë definitivisht shumë kohë, sidomos jënë do aspekte teknike që nuk mundët me ta marrë menja, po marrin tepër kohë për shembull nëse jetu i incizu vokalat, dosh me incizu shumë herë, edhe tash se cili artist e ka procesin ndryshe për tjetrit, po rastin tem kom qef me incizu shumë herë një vi melodike, edhe ma ndej me hi, me ndëgju se cilën prej tënë në detaj, se cilja pjesë ko e kom kënu ma mirë edhe me selektu, për shembull veç që kë proces mundët me marrë me ditë tona, veç për njënën këngë. Ka shumë sene teknike që marrin shumë kohë, edhe gjysa jetës tam shkon studio. Po, të regove që dhe që shumë i ri, ke qenë shumë i dhënë pasaj pjesës e instrumenteve, muzikës, paraqitjes skenike në përgjithësi. E kujton atë paraqitjen tënde kështu në skenë, e shën ndërsa dhe sot atë performancën që ke pas ndërsa për herë të parë në skenë, dhe si ndihesh sot?
Po, hera parë që kom dojnë skenë ka qenë në Showfest 2000, kur kom qenë fëmi. Genci vllaja me pa të boni një kongë, Miu Imbesnik. Këtë qatër kongë t'i bojshin për luft, sa pa të kry lufta viti 2000. Genci pa të vendos me bo një kongë për një mi, se në pa ti një mi në shpinë që kena jetu. Krejt kontra prej shka u këna i kena të ko. Po, e majnë menë që ka qenë një përvoj e të mërshme për mu, hisë pa ta kalu mirë, edhe mu i me thonë që ajo përvoj që pa ta dojë si fmi me kënu para një skenet madhe, ka qenë një pi faktorëve pse mandej nuk kom dasht mu marrë me muzikë një kohë gjatë, edhe dasht me u këthil, edhe me marrë vetën që me pas guximin me thonë du mu bo muzikant, po do me thonë që ka qenë kujtimi parë, po mandej në fillimet, kur ju kom rikëthy muzikës, si ma i rritun, që ato fillimet gjithë janë shumë të vështira deri sa e bon një përvoj, si një çdo sen jetë, kur delin për herë të parë edhe për ty me dalë për herë të parë me moderu një emision, ose për kondo të vynë me i bo do përvoja që mu një rahat me vetën. Edhe zakonisht përvojat e para mund më konë, mund është me pas kohë të mirë, po zakonisht je shumë në stres, ki qef veçmi të i kalu që ato që me pas një konfidencë, një vetbesim, një kompetencë më të madhe. Që ishte një përvoj themi jo dhe që bukur e para që t'jeu të e parë si fëmi, që ndështë ta ka ep një ndjenjë jo dhe shpi për me vazhdu me muzikën pas taj. Ke pas gjatë jetës në aspektin profesional themi zhgënjime të tilla shpesh, ka pas raste kur je zhgënjy prej ndështë në aspektin profesional? Po, normal. Besoj që se cili njeri ka zhgënjimet e veta profesionalisht, personalisht. Ka zhgënjime gjithsesi, po më duket gjitha kom pas aftësinë që tash kur je krijues, ti jeton për me kriju. Edhe sot çka do me ndodh, çfarë do zhgënjimi me ndodh, nëse nuk vazhdon me kriju, çatëherë ti kime qajo është disfata vërtet, edhe se cili zhgënjim që kam mujtë me ndodhë në karierën tem, ose njëtën tem, gjithmonë do është mu qut nesërmën edhe me provu prapë, edhe me kriju hala, edhe me lansu sene tjera, edhe veç mos munajnë. Kështu që zhgënjimet është me rëndësi me i shëndru në mësime, edhe veç me vazhdu punën. Gencin e ke pas krah të djathtë qysh prej fëmijë, tregove që qysh si fëmijë shumë i vogël, i kujton ato instrumentet me të cilat është marrë Genci në atë kohë, pastaj ke vazhduar edhe te vazhdon edhe sot e njëjta përkraje, konsultoheni edhe sot në aspektin profesional apo personal në përditshmëri? Po, gjithsesi Genci është shumë, do më thonë prej që Genci ma ka definu shihen muzikë, Genci ma ka definu stilin se qysh e luj gitarën, qysh muj me kënu, stilin se qysh shkruj. Përveç tjera Genci është një për figurave kryesore në mënyrën e shkrimit, në gegnishte, muzikë të pavarën, muzikë alternative në Kosovë. Edhe jo veç për mu, po për shumë artista të ri është model se qysh me u përdur aksenti geg në shkrimet tona muzikore. Po përveç kësaj edhe nivel personal gjithsesi, çfarë do këngës që bëj, ai gjithmonë ka me ndëgju edhe ka me mdhonë feedback, ai pëlqen as i pëlqen, ju ndroje që pjesë, kështu që Genci është figurë madhështore në jetën time. Po në përgjithësi tregove që gjithmonë ke bë muzikë sipas shijes tënde, ke personat e tu ndoshta fanbazën që i dëgjojnë, cila është ndoshta ato zhanret që ty të pëlqejnë me i dëgju kështu në përditshmëri? Ke ndonjë zhanër të veçantë që e dëgjon gjithmonë? Unë më rrit me muzikë të viteve 60-ta, më duket që ajo dekadë ka qenë kështu kulminacioni i shoqënisë perëndimore në përgjithësi, sidomos e rinisë, qysh ka mujt rinia me kriju një kulturë në që ato vite, edhe e ka prodhu një zhanër të muzikës për plot ngjyrim, për plot harmoni, edhe do më thonë mënyra qysh rock'n'rolli asaj kohe o konë, menimi jam që halas ka mujt mu arrit, ose mu rikriju në qatë nivel, ku krejt masat ka mujt me përqafu një muzikë më të sofistikume, se tash dihet që masat ndëgjojnë muzikë
le të themi më të thjeshtume se sa në atë kohë. Në atë kohë njerëz kanë bëu këngë 11 minuta me shumë seksione ndryshme ku ki shku për një momenti e ki ndru zhanrin, ki shku e ki bo hard rock, ma ne ki bo shumë, diçka shumë bot, i ki ndru harmonit, edhe krejt njerëz të kanë konsumu sa të sen, edhe njerëz e kanë analizu, edhe tekstet më të thella, për deri sot, është të më thonë vëmendja, është shkurtu edhe dosh me bu diçka që me njëherë ta ka vëmendjen, që me mujtë, masa me konsumu. Më një mërit me muzikë 60-ave, me The Beatles, me Bob Dylan, me The Doors, po gjithashtu jom shumë versatil në stilet e muzikës që i ndëgjaj. Kom shumë afinitet për hip-hop, me dhe hip-hop i vërejt edhe muzikën që e bëj, ka shumë hip-hop në muzikën tanë, po jo veç hip-hop edhe muzikë elektronike, muzikë klasike, nashta qka e definon muzikën tem është që për një me i kombinoj tepër shumë zhanre me një këngë vetme edhe muzikën folklorike. Kështu që përfundimisht nuk është punat e zhanri, por është qysh po i inkorporon zhanret për me kriju një vepër artistike sa më të plotë edhe autentike. Pa në këto veprat e tua, mundu me pa një gërshetim të zhanreve të ndryshme, që ndoshta kur i me ndëng kështu në përditshmëri, se cila ka elemente të ndryshme. Pastaj kjo pjesa e gërshetimit tyre sa është e vështirë për ty se me pa ndoshta se çfarë elementi të atij zhanri po fut në një vepër tënde. Po për mua nuk është e vështirë se unë kom dëgju shumë muzikë, shumë lloje të ndryshme. Kur nuk kom qenë njerëz që ngoj veç rock ose ngoj veç rap. Për një me edhe sot me këqyr krejt playlistat që ka i kom janë tepër diverse edhe ka gjithë farsani edhe kur e ngon edhe studion shumë llojet ndryshme të muzikës është shumë ma let me bua atë sen për deri sa nëse je njeri që ngon veç hip-hop të nditën atëherë ti kime pas shumë vështirë me inkorporu muzikën folk ose rock në veprën tone po për mu është shumë e natyrshme. Arbër, po sa, ndoshta pas krejt të regove që dhe lansimi i albumit është bërë në mënyrë se si ke dashti me shumë muzikant, në mënyrën më të mirë të organizuar në detaje, sa mendon që organizohen apo përmbahen festivale dhe koncerte në Kosovë dhe në Shqipëri në përgjithësi? Festivale, muj me thonë që po ka, s'është që s'ka. Njësa një keq është që krejt ndodhin veç verës, edhe kur gjë nuk ndodhin në mujtë tjerë, sidomos për festivalet muzikës, shumë pak festivalet muzikës ki jashta që të në 3 mujve, ose 2 mujve të sezonës që pi thonë. Po në qka është një problematik në ekosistemin tonë muzikor dhe kulturor, është që nuk ka infrastruktur të koncerteve. Do më thonë për muzikanta, krejt që ka mundët me ndodhë është me marrë pjesë në festivale, që edhe ato janë të limitume, të s'mund është mi pas 100 festivale, kimi pas 10 festivale, ose 15. Po përveç festivaleve, nuk kena infrastruktur ku ka hapsina profesionale për me kriju koncerte gjatë vitit, po i vetëmi sen që e mon gjallë muzikën, njën klubet e natës edhe, le të themi, kafiqat ose kafenet, edhe kjo nuk e lejon me u kriju një ekosistem i mirë fillt i muzikës ku ti shkon si artist edhe ki koncerte në qytete ndryshme, ki hapsina me, le të themi, sistem profesional zërimit, në qytete ndryshme shkon Prishtinë, shkon Prizren, shkon Ferizaj Pej, Elbasan, Korç, Tiranë, se cili ven me pas një hapsin të vetë ku e ka dhe promoterin e vetë që i merë artistat edhe mbledhët publika, që kjo sen i mungon edhe Kosovës edhe Shqipnis, po funksionojme një sistem ku halojena me klubet natës që e mojnë gjallë edhe i qarkullon krejt paret e muzikës, edhe kjo mandej pe kryon një sistem ku stili muzikës po definohet prej klubeve. Do më thonë ti dosh me bu muzikë që dhez në klubet natës, ose dosh me bu muzikë që dhez në TikTok, për me mujtë me qenë relevant në muzikë. E nuk ish dasht do mos dëshmërisht me qenë qështu. Në vene ma të zhvillume, ka industrit koncerteve, ku thjesht njerës
shkojnë koncerte me mira njerëz, edhe është letë me organizu koncerte. Këtu është vështirë me organizu koncert, ti duhesh me shti pare tuja si artist për me organizu, se nuk ka vene me zërim tëne, ti duhesh me marë zërimin vetë, me huazu të dikush, me hargju mira euro, e ndryqimin e këto e ato, se nuk ekzistojnë sto vene që me mujtë me qene letra. Edhe që kjo infrastruktur hallo nuk ekziston të na, edhe ka me marë 10 vite në dështat që me mujtë me ndonë. Përmende shumë mirë edhe këtë pjesën e klubeve të natës që ka ndryshu ndoshta edhe stili i muzikës që dëgjojmë se çka servohet aty zakonisht. Mundesh të ndonjëherë me e pa vetën në një ndajt themi të tillë përveç ndoshta klubeve apo kafeterive që lëshojnë një zhanër tjetër, për shembull elektronik ose diçka tjetër, mundesh me gjetë vetën ndoshta aty e dëgjuar këngë që lëshohen në sezon shqetësike edhe me erës së mos gjatë verës. Po, definitivisht po. Unë veç se kom lujtë në plot klubet natës, veç se kom pas momente virale në TikTok, me le bashkë që thash është një moment të shku. Po, qka nuk muj me bu, është me u dediku veç në qatë sen. Unë e shoh vetën si kanë vas të hapur, në sensin që nuk muj tash me thonë që du me qitë kongë që veç dhezin TikTok. Qka unë bëj është shumë ma e gjunë se so më veç me thonë du me bo që tash veç kongë për klub natës edhe veç aty du mu dediku. Unë shumë shpesh kom qef me bo muzikë që është shumë e letë edhe veç me gitare akustike letë të themi, edhe qa më përmbush edhe qatë sen kom qef me pasunu edhe repertuarin e kongës në gjuhën Shqipe në qatë nivel, për shamull letë të themi. Edhe se cili projekt është krejt tjetër univers për projektit kalum. Po definitivisht ka shumë e shumë kongë cilat i përshtatën qati universit klubeve të natës apo botës TikTokut edhe krejt me shku viral edhe keq të nësana dhe kështu që kom qef me eksploru kejt sanat, po ju mu dediku veç me një san. Je aktiv në përgjithësi në rrjetet sociale apo veç nëse poston diçka që rastësisht pastaj bëhet virale? Jep rëndësi kësaj pjesës? Me thonë drejtën kejt varet për momenti, që në qëtë moment jom më aktiv në qëto javë. Zakonisht kur nuk kom lansu kur gjatë, një kod gjatë, atër nuk jom qaq aktiv, se më doko që s'kom edhe qka me promovu edhe s'kom qka me thonë edhe veç më shelna. Disqysh, kur qëtë diçka, kur e lanson një kongë, të ngërih edhe vetë mu konë më aktiv, është me faza. Ka njëherë për një me bona shumë introvert edhe se qeli Instagramin ose TikTokun ose kur gjeq me javë. Ka njëherë që në qëtë moment, bëllja po më shkom vetja nerva, so non-stop jom të e qeli edhe tu postu edhe tu. është kejtë varët për fazës. Po ka diçka për shkak që me kriju këtë stil unik, po besoj që duhet një inspirim edhe një imagjinat kogja më e veçantë. Të ndikon diçka kështu në përditshmëri për me kriju këto vepra, qoftë ndonjë udhëtim ose diçka, ka diçka që të inspiron? Ka shumë artista në përbotë që i përcjeli që janë inspirim shumë i madh. Muj me thonë që e dashura e një prej inspirimeve kryesore, Likana, që përveç tjerash është një artiste shumë që e vlerësoj tepër shumë, edhe ka një shije shumë unike, edhe sena që ajo i përcjell ma qelin trunin shumë, ajo lexon libra fantastik që mi jep mu mi lezu, edhe do më thonë e kena edhe bashkë një univers edhe krejt videoklipet, ajo e bën regjin, ose vezi vetë, ose bashkë me mu. Kështu që e kena një univers të përbashkt, të artistave që na i vlerësojmë edhe i dojmë edhe veç ka shumë artista edhe në përbotë që i përcjellim që na pëlqejnë çka bojnë. Edhe po na ju them gjithsesi mund të më ndodh, po nuk është që shkojna me një them hajt të bëjnë një TikTok se kam shku në Vietnam anaj san. Po është përcjellim shumë artista, lexojmë shumë libra, kçyrim shumë çish po bëhet muzikë edhe spote, jena studiues të artit, muj me thonë. Edhe jena të pasionu me këqyr çka njerëz janë të bu, diçka që është interesant, që është për një me, që është diçka që e qet një emocion njerëzor, edhe non-stop e komentojmë qatë sen, e analizojmë qatë sen, edhe provojmë me qitë edhe në artin tonë qatë sen.
Pra e keni gjetë gjuhën e përbashkët në këtë pjesë, fatmirësisht. Po, definitivisht. Arbër, më vjen shumë mirë që ishte sot pjesë e emisionin fundjavë. Faleminderit shumë për kohën edhe për gjithçka që ndave bashkë me shikuesit tanë në këtë shtunë. Faleminderit. Faleminderit juve, kënaqësia jam.